Përshëndetje mi së dashur. Të ndëgjojmë VB Kajtasin, Shqipfolsin, se çfarë thot PRÇK në një program televiziv. Shkojmë. Plot vena. Po UÇK-ja ka kryer krime lufte. Pjesëtarët e UÇK-s kanë kryer krime lufte. Janë vërtetuar edhe në gjykata. Në gjut miq, çfarë krimi ka kryer UÇK-ja? UÇK-ja nuk ka bërë krime. UÇK-ja nuk u shku në Beograd me shku me vratje. Po ata e normën na vran neve. Tash na do me prit ata me molla, me dardha, me buk, me peshqi. Kurse ata e normën na vran neve. Po patjetër që kena prit me plumë. Ky çuvat e thot UÇK-ja ka bërë krime. Ku prokuroria në këtë rast? A marrë kush me këtë njëre? Ditë sot me thonë, ka kry, UÇK-ja ka kry krime të rana. Kështë turpi botës. Si më që me kry krime, unë në shpit tem, kur vjeti kush të më sërmën mu. Po në ma që të të luftoj. Do e vras të kush, vjen do e vras. Unë ka arë shpi. Si ku shku në shpi atina. Ky është ta që duhet më njeke, më ofendue. Jo në që po e tregoj. Se këto fjallë nuk janë mija, po janë një shqipfolsi. Runa za për këtyre njerëzve. Njerëz shqitën. Miq të dashur, ju përshëndes, kaloni mirë.